Është shumë e nevojshme të sqarojmë diçka pasi ka marrë shumë mesazhe dhe shumë shqetësime, komente gjithashtu nga interistë, cilët janë të shqetësuar dhe janë të zgënjur për transferimin e Dumfries tek Real Madrid për vlerën e 20 milion euro. Themi të vërtetën, është vërtet një shifër larg tregut real apo vlerës absolute të lojtarit, mirë po duhet keni parasysh diçka. Në vitin 2024, një nga kushtet që Dumfries të rinovonte kontratën te Interi dhe që të mos largohej me parametër zero, ishte pikërisht vënia e klauzolës në këtë shumë të caktuar në mënyrë tillë që ai të kishte mundësi në rastin e parë që të vinte një ofertë, nëse do i dukej e pranueshme, do e merrte në konsiderat dhe do e pranonte. Fakti është që vjet kjo ofertë nuk erdhi asnjëherë dhe Dumfries mbeti lojtari jon. Por këtë vit, patjetër, oferta e Real Madridit erdhi dhe ai u largua. Kështu që në rastin konkret, absolutisht të vjen keq, mua më vjen keq që largohet një lojtar si Dumfries pasi ka dhënë shumë ke Interi, por në fund fare të paktën Interi fitoi diçka sepse në rast kundër do e humbte me parametër zero. Kështu që tashmë që Dumfries është larguar, Interi do hidhet 100% tek Marco Palestra, kini besim sepse Palestra ka për të ardhur. Në të mirën e të keqe forcë Inter.